Pretendimet e deputetes Mariana Koçeku, e cila pak ditë më parë u largua nga radhët e Partisë Socialiste për kërcënime nga grupi i Bajrave, kanë shkaktuar debat në Komisionin e Ligjeve, duke shënuar një përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. Në të njëjtën linjë me shqetësimin e deputetes Koçeku, demokratja Albana Vokshi e ngriti çështjen në një nivel më të gjerë, duke paralajmëruar se kërcënimi ndaj një përfaqësuese të zgjedhur është një tregues alarmi për sigurinë kombëtare. E para sepse është grua dhe dua të shpreh solidaritetin tim. E dyta është një shqetësim që shkon përtej përkatësive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale duke paralajmëruar se nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Përdej gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin ton është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë? Deputeti socialist Igli Hasani e minimizoi shqetësimin e deputetes, duke theksuar se deklaratat publike në rrjetet sociale nuk mund të zëvendësojnë rrugën ligjore. Deputetët e këtij parlamenti nderuar kanë ardhur përmes votës lirë. Këtu nuk ka përfaqësues krimit, nuk ka votë krimit. Rezultatet për të gjithë njësitë kanë qenë të qarta. Procesi ka qenë transparent. Padyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicje, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit menjëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloji përmase. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare, është e rëndësishme që ne për çdo shqetësim që kemi, duhet i drejtojmë organeve në mënyrat më të shpejta dhe më efikase për të garantuar padyshim atë që kemi vite që e garantojmë gjithë së bashku, shtetin e së drejtës, forcimin e shtetit të së drejtës. Më pas, Vokshi dhe deputet të tjerë të opozitës e zhvendosën fokusin e debatit nga rasti personal i Koçekut te siguria kombëtare. Vokshi nënvizoi se kërcënimi i një deputeteje nga krimi i organizuar përbën një kamban alarmi për të gjithë shoqërinë, pasi cenon jo vetëm rendin publik, por edhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.